Në dispozicion të trajnerit Edi Martini për ditët përgatitore që po zhvillohen në Shkodër në prag të ndeshjeve europiane, është edhe një kontingjent futbollistësh të ardhur nga Vllaznia B, skuadër e cila në ndërtimin e trajnerit Brikeno Bizi u shpall kampioni i kampionatit kombëtar të kategorisë së tretë, duke fituar të drejtën që në sezonin e ri të luajë në kampionatin e kategorisë së dytë. Një skuadër kjo e cila që në momentin e formimit qëllimi i drejtuesve të klubit ka qenë furnizimi i ekipit të parë. Mes këtij kontingjenti janë edhe disa futbollistë të huaj ku për momentin vëmendjen më të madhe e ka marrë nigeriani Alele Junior Obele, 19 vjeçari, i cili gjatë sezonit të kaluar spikati si sulmuesi Mirfield i ka automajt ku vetëm për fazën e dytë që u ofrua, shënoi 7 gola për Vllaznin B në 10 ndeshje aktivizim. Ditët e para servitoret e Obeles janë shoqëruar me vlerësime pozitive nga stafi teknik, ndërkohë një test serioz për nivelin e tij pritet të jetë aktivizimi në miqësorën e mesjavës ku Vllaznia të ndeshet pas ditën e mërkurës në stadiumin Loro Buriçi me skuadrën e Superligës malazeze Qiqin e Tuzit. Përvoja që po kalon të Vllaznia ka marrë vëmendjen edhe të shtypit sportiv afrikan kundër të tjera. Në shkrimin e botuar nga Afrika Foot thuhet se afrimi në kampionatin shqiptar me ekipin e Vllaznisë B është shoqëruar me interes edhe nga menaxherë të ndryshëm të futbollit, të cilat bëjnë të ditur si janë disa skuadra europiane nga Bullgaria, Greqia, Franca, Italia, por edhe Katari, që janë vënë në ndjekje të 19 vjeçarit nga Nigeria, por që gjithsesi për momentin Vllaznia është një hap përpara të tjerave.